Shëndetje miq. E di dhe e kuptoj që në këto ditë vështira po na mungojnë shumë gjëra këtu jashtë, mirë po kësfitë natyrës ndaj nesh unë e kom marrë si një eksperiencë të radhë po munduhem me nxjerr më të mirën prej saj sigurisht. Secila ditë imja është e veçantë në mënyrën e vet, sidomos kur je rreth unë me 3 djema aq kurioz. Ne bashkë po krijojmë atë gjëra të bukura këto ditë, sa që me delikatesë po e sfidojmë këtë rebelimin e mikrouniversit. Në fakt po më pëlqen shumë kjo atmosfera në shtëpi që është kriju një atmosferë eksperimentale. Një miku im në njërin nga këto ditë më tha, e di ti beson në dashni dhe je e mbrojtur, prandaj mos ki merak. E po, prandaj edhe unë po dua që kësaj pandemie të qasemi me qetësi, duke tregu respekt dhe dashni ndaj njëri tjetrit, shëndeti mendor është mbi të gjitha. Ruaje qetësinë e shpirtit. Do të kaloj edhe kjo, deri atëherë ruaje veten dhe ruaj të tjerët.